Egli, e irrituar dhe e shgënjur, bisedon me banorët e tjerë për gjestin, duke shprehur hapur neverinë dhe zemërimin që ndjen ndaj tij. Ajo shfaqet e tensionuar, duke tundur kokën me nervozizëm dhe zëri i saj dridhet nga inati. Më vjen për të vjell vetëm kur e shikoj, thot ajo me ton të ashpër. Nuk e di se si kam duruar kaq gjallë. Ai është një njeri që vetëm di të manipuloj dhe të luaj me ndjenjat e të tjerëve. Më ka shpifur fare, nuk dua as ta shoh më. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje, disa duke tundur kokën në shenjë miratimi, ndërsa të tjerë duken të habitur nga intensiteti i ndjenjave të saj. Po çfarë ndodhi kaq keq mes jush? Pyet një prej tyre, duke e parë drejtë në sy. Egli shtrëngon nofullat dhe pshertin thellë, sikur po përpiqet të përmbajë emocionet e saj. Ndodhi ajo që ndodh gjithmonë me të, vazhdon ajo. Ai sillet sikur kujdeset, sikur është ndryshe, por në fund gjithmonë del që është i njëjti, gënjeshtar, egoist dhe i pabes. Nuk ka ndjenja të sinqerta për askën, vetëm për lojën e tij. Nuk dua më as ta përshëndes, nuk dua as të më flas. Për mua, ai është inekzistent. Disa banorë shkëmbejnë shikime mes tyre, duke e kuptuar sa e lënduar ndihet ajo. Duket qartë që Egli ka vendosur të mos ketë më asnjë lidhje me gjestin dhe të mbajë distancën e saj nga ai. Por pyetja mbetet, a do ta përmbajë zemërimin e saj, apo kjo përplasje mes tyre do të përshkallëzohet edhe më shumë? Gjesti ulet pranë Kellit dhe duket i menduar, me një shikim të largët, si dikush që po rikujton momentet e kaluara. Kelli e vëren shqetësimin e tij dhe i drejtohet me një zë të butë. Gjesti, çfarë ke? Duket sikur mendja jote është diku tjetër. Gjesti pshertin dhe kalon duart mbi fytyrë, duke u përpjekur të mbledh mendimet. Pas pak çastesh, ai më në fund vendos të flasë, duke shprehur ndjenjat e tij. Nuk e di, Kelly. Thjesht më ka marrë malli për Eglin. Jam munduar ta largoj nga mendja, të sillem sikur nuk më intereson, por nuk mund ta mohoj që ajo më mungon. Kur e shoh që nuk më afrohet më si më parë, ndjej një boshllëk. Nuk e di nëse është nga që jam mësuar ta kem pranë apo sepse ndjej vërtet diçka për të. Kelly e dëgjon me vëmendje dhe e sheh drejt në sy. Nëse të mungon aq shumë, pse nuk shkon të flasësh me të? Ndoshta dhe ajo ndihet njësoj, por nuk po guxon të afrohet. Gjesti tund kokën me një buzëqeshje të hidhur. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk dua ta lëndoj. Nuk dua ta fus sërish në të njëjtën situatë ku ndihet e pasigurt për ndjenjat e mia, unë vetë nuk e di çfarë dua përfundimisht. Ndonjëherë më duket sikur është më mirë që secili të vazhdojë rrugën e vet, por pastaj vjen një moment si ky, kur nuk mund ta ndaloj veten nga mendimet për të. Kelly buzëqesh lehtë dhe i vë dorën mbi supë. Mbase duhet thjesht të ndjekësh zemrën, Gjesti. Sepse nëse vazhdon të ndihesh kështu, atëherë ndoshta Egli është dikush që vlen më shumë për ty se sa e ke kuptuar deri tani. Gjesti qëndron për pak në heshtje, duke reflektuar mbi fjalët e Kellit. Në mendjen e tij, imazhi i Eglit nuk largohet dhe pyetja e madhe mbetet: a duhet të ndjek ndjenjat e tij apo të qëndroj larg për të mos e lënduar atë më shumë? Danja, e cila prej disa kohësh ka treguar afrimitet me Gjestin, më në fund vendos të ndajë diçka të rëndësishme me Eglin. Ajo afrohet pranë saj me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, por në sytë e saj duket qartë një ndjenjë hezitimi dhe emocioni përzier. Egli, dua të them diçka, por të lutem mos e merr keq, fillon ajo, duke e shikuar drejt në sy. Egli, e cila nuk e priste një bisedë të tillë, shfaq një shprehje kurioztare dhe paksa të tendosur. Çfarë është? Fol, i thot ajo, duke u mbështetur më mirë në divan. Danja merr frym thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, thot: më pëlqen Gjesti. Nuk e di si ndodhi, por e kam kuptuar që kam ndjenja për të. Egli mbetet për disa çaste pa folur, si e goditur nga ajo që sapo dëgjoi. Ajo përpiqet të mbajë qetësinë, por shikimi i saj i ftohtë e tradhton. Ndonë se nuk thot menjëherë asgjë, duart e saj shtrëngohen lehtë dhe në sytë e saj duket një ndjenjë xhelozie të përmbajtur. Ah, kështu pra, thot ajo më në fund, duke buzëqeshur me një ironi të lehtë. E po nëse të pëlqen, s'kam çfarë të them. Por edhe pse fjalët e saj tingëllojnë të qeta, brenda saj ndizet një ndjenjë pakënaqësie.
Ajo nuk e kishte menduar se Dania mund të ndjente diçka për Gjestin, dhe aq më tepër që t'ia thoshte asaj në këtë mënyrë. Dania e vëre në reagimin e saj dhe përpiqet ta qetësojë situatën. Nuk po të them këtë për të bërë të ndihesh keq. E di që ju të dy keni pasur diçka më parë, por nuk mund ta mohoj atë që ndjej. Egli buzëqesh sërish, por këtë herë duket më e ftohtë. S'ka problem, Dania. Në fund të fundit, Gjesti bën zgjedhjet e veta, apo jo? Ajo ngrihet në këmbë dhe largohet nga dhoma, duke e lënë Danien me një ndjenjë faji dhe pasigurie. Si duket, Egli nuk do ta harrojë lehtë këtë bisedë, dhe pyetja mbetet, a do të përpiqet të luftojë për Gjestin, apo do të largohet nga ai përgjithmonë? Laerti dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër në mes të shtëpisë, teksa të gjithë banorët janë të pranishëm dhe dëgjojnë me vëmendje. Laerti, i acaruar dhe me ton të lartë, i drejtohet Gjestit me akuza të rënda, duke mos e fshehur më neverinë dhe shgënjimin e tij ndaj tij. Gjesti, ti je njeriu më i keq këtu brenda. Nuk ke as pak ndjenja për askën, nuk të intereson asgjë përveç vetes tënde dhe lojës tënde të ndyrë. E ke ndërtuar gjithë këtë strategji duke përdorur banorët një nga një dhe duke luajtur me ndjenjat e tyre. Banorët fillojnë të murmurisnin mes tyre, ndërsa Gjesti mundohet të mbajë një buzëqeshje ironike në fytyrë, duke u përpjekur të mos tregojë nervozizëm. Laerti vazhdon më tej, duke i drejtuar një shikim të ashpër, ti nuk ke bërë asgjë tjetër veç se ke mashtruar njerëzit këtu. Fillimisht po mundove të afrohesh me Eglin, pastaj e hodhe poshtë si një letër të vjetër. Më pas fillove të ngacmoje Loredanën, duke bërë sikur kishe ndjenja për të, dhe tani e njëjta gjë me Danien. Ti nuk di të krijosh asnjë lidhje të sinqertë, sepse je i ftohtë dhe i llogarit të gjitha si një lojë. Gjesti sheh përreth, sikur kërkon përkrahje nga dikush, por askush nuk flet. Disa banorë duket se bien dakord me fjalët e Laertit, ndërsa të tjerë thjesht ndjekin debatin në heshtje. Dhe më e keqja, vazhdon Laerti, duke treguar me gisht Gjestin, është se ti nuk pranon asnjëherë gabimet e tua. Gjithmonë gjen mënyra për të manipuluar situatën, për të bërë që viktima të dalë fajtor dhe për ta kthyer lojën në favorin tënd. Por e di çfarë? Të gjithë po e kuptojnë lojën tënde të ulët dhe nuk do të mund të fshihesh pas saj përgjithmonë. Gjesti më në fund reagon, duke ngritur supet me një buzëqeshje të lehtë. Unë nuk kam përdorur askën, Laert. Ndoshta ju thjesht nuk e kuptoni lojën dhe për këtë arsye ju duket sikur unë po manipuloj. Gjithçka që kam bërë këtu brenda, e kam bërë për të mbijetuar, ashtu siç po bën edhe ti, mos më akuzo për diçka që edhe vet po e bën. Debati vazhdon të bëhet edhe më i nxehtë, me Laertin që nuk tërhiqet dhe Gjesti që mundohet të mbajë qëndrimin e tij. Situata mes tyre tashmë duket se ka arritur në një pikë pa kthim dhe gjithë shtëpia pret të shohë si do të zhvillohet më tej kjo përplasje e fortë. Dania ulet pranë Eglit dhe fillon t'i tregojë për një ëndër të çuditshme që kishte parë natën e kaluar. Ajo duket paksa e habitur dhe e hutuar, ndërsa shikon përreth për të siguruar që askush tjetër nuk po i dëgjon. Egli, nuk e di pse, por pash një ëndër shumë të çuditshme dje natën, thot ajo me një ton misterioz. Egli bëhet kurioztare dhe e pyet me entuziazëm, çfarë ëndre? Tregom, tani dua ta di. Dania pshërtin dhe vazhdon, nuk e di si ndodhi, por ëndërrova që Gjesti më puthi. Ishte aq reale sa që kur u zgjova, për një moment, mendova se kishte ndodhur vërtet. Ishte shumë e çuditshme, sepse unë dhe Gjesti shpesh kemi debate dhe nuk e kam menduar kurrë në atë mënyrë. Por ja që më ndodhi kjo ëndër dhe më ka lënë pak të habitur. Egli qesh dhe e ngacmon, mos ndoshta ke një pëlqim të fshehtë për të dhe nuk e pranon? Ndoshta zemra jote po të jep sinjale që ti nuk i ke kuptuar akoma? Dania shkon kokën duke qeshur, por duket pak e menduar. Jo, nuk ka lidhje fare me ndjenja. Thjesht më duket e çuditshme që e ëndërrova në atë mënyrë. Nuk e di çfarë mund të thotë kjo, por gjithsesi, më la të menduar. Egli vazhdon ta ngacmojë, duke i thënë se ndoshta në mënyrë të pavetdijshme, Dania ka një tërheqje ndaj Gjestit. Dania, megjithse mundohet ta mohojë, e ndjen që kjo ëndër i ka lënë një përshtypje të pazakontë. Tani ajo nuk mund të ndalojë së menduari për të dhe përse pikërisht Gjesti u shfaq në ëndrrën e saj në atë mënyrë.
Egli dhe Aldo ulen për të biseduar në një cep të shtëpisë, larg syve të tjerëve, ndërsa Egli duket të shqetësuar dhe e mërzitur. Ajo shpreh gjithë mlefin dhe dhimbjen që ka ndjerë gjatë kohës që ka qenë në shtëpi, veçanërisht për shkak të gjestit. Aldo, unë s'po mundem më. Ai më ka bërë të ndihem keq gjatë gjithë kohës. Nuk e kuptoj pse e ka pasur me mua që nga fillimi. Ai është personi që më futi në depresion dhe më bëri të ndihesha e pavlerë. Aldo e shikon me vëmendje dhe mundohet ta qetësoj, por Egli vazhdon të flasë, ndërsa fytyra e saj tregon zhgënjim të madh. Ai nuk ka bërë asgjë tjetër veç se është tallur me mua. Në çdo moment më ka provokuar, më ka përdorur për lojën e tij dhe pastaj më ka lënë pas dore sikur nuk ekzistoj. E gjitha kjo më ka rënduar shumë emocionalisht dhe nuk e di si mund ta përballoj më gjatë këtë situatë. Aldo i vendos dorën mbi supë, duke e parë me keqardhje. Ai përpiqet ta mbështesë, Egli, mos lejo askënd të ulë kështu. Ai nuk vlen aq sa të ndikoj kaq shumë tek ty, ti je një vajzë e fortë dhe nuk duhet t'ia japësh këtë kënaqësi. Nëse ai ka luajtur me ndjenjat e tua, atëherë tregoj që nuk të intereson më. Egli pshertin dhe fshin syt, duke u përpjekur të mbledh veten. Po përpiqem, Aldo, por është shumë e vështirë kur çdo ditë duhet ta shoh dhe ai sillet sikur nuk ka bërë asgjë. Është sikur për të unë kur nuk kam pasur rëndësi dhe kjo më dhem më shumë se çdo gjë tjetër. Aldo tund kokën dhe i thot me vendosmëri, mos e lejo të bëj të ndihesh kështu. Tregoje që je më e fortë se ai dhe se nuk ke nevojë për dikë që të shkel për të ndjerë veten superior. Egli e dëgjon me kujdes dhe merr një frymë të thellë, sikur po mundohet të çlirohet nga pesha që ka ndjerë. Ajo duket e lodhur, por njëkohësisht e vendosur që të mos lejoj më që gjesti ta ndikoj kaq shumë. Rozana ulet pranë Laertit dhe nis një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me të. Ajo shpreh mendimet e saj në lidhje me gjestin dhe ndjenjat që ka për të. Duke parë drejt Laertit me një buzëqeshje të lehtë, ajo i thot: "E di, Laert, unë e kam gjestin shumë për zemër." Ai është një person me energji të madhe, i qiltër dhe i sinqert në mënyrën e tij. Pavarësisht debateve që ndonjëherë lindin mes nesh, unë e ndjej se kemi një lidhje të veçantë. Ai është dikush që më bën për të qeshur dhe që gjithmonë më ka qëndruar pranë. Laerti e dëgjon me vëmendje dhe i thot Rozanës që e ka vënë re afrimitetin mes saj dhe gjestit, por ai është kurioz të dijë më shumë. Rozana vazhdon, duke e theksuar se marrëdhënia e saj me gjestin është thjesht miqësore dhe se nuk ka asgjë më shumë mes tyre. Shumë njerëz mund të mendojnë ndryshe, por për mua gjesti është si një shok i ngushtë. Ai është nga ata persona me të cilët mund të flas për gjithçka, pa pasur frikë të gjykohem. Më pëlqen energjia e tij, mënyra si i sheh gjërat dhe ndonjëherë, edhe pse bën ndonjë veprim që më acaron, nuk mund të rri gjatë e mërzitur me të. E kemi këtë marrëdhënie ku e tallim njëri tjetrin, qeshim dhe shajmë me shaka, por në fund të ditës, e di që ai është aty për mua si një shok i vërtetë. Laerti qesh dhe i thot se ka parë shumë situata ku Rozana dhe gjesti janë ngacmuar me njëri tjetrin, por Rozana ja bën të qartë që nuk ka vend për spekulime. Unë e dua gjestin si një mik, por asgjë më shumë. Nuk dua që njerëzit ta keq kuptojnë këtë afërsi tonën. E respektoj dhe më pëlqen si person, por mes nesh ka vetëm miqësi të pastër. Pas kësaj bisede, Laerti duket më i qartë për mendimet e Rozanës, ndërsa ajo ndihet e çliruar që ka shprehur ndjenjat e saj hapur. Egli dhe Rozana në një debat të ashpër, të vërtetat e hidhura dalin në dritë, një atmosferë e rënduar mbush dhomën e ndenjës teksa Egli dhe Rozana debatojnë ashpër. Egli, i acaruar dhe me nerva të tensionuara, i drejtohet Rozanës me fjalë të ashpra. "Ti asnjëherë nuk më ke qëndruar pranë, Rozana. Ajo që kam kuptuar nga të gjitha këto javë është se ti gjithmonë ke kërkuar vetëm të keqen për mua. Nuk kam parë asnjëherë mbështetje të vërtetë prej teje. Kur kisha nevojë për ndihmën tënde, ti ishe gjithmonë larg dhe vetëm u mundove të më dëmtoje." I thot Egli, duke e shikuar me sy të mbushur me zemërim. Rozana, e befasuar nga akuzat, nuk e përmbahet dhe i kundërpërgjigjet menjëherë, duke u mbrojtur. "Kjo është absurde, Egli. Unë kam qenë gjithmonë këtu, por ti thjesht nuk ke dashur të shikosh asgjë. Po kërkon të bësh fajtor çdo person tjetër, kur e vërteta është se ti je shumë vetëpërqendruar dhe nuk ke dashur të shohësh asnjëherë përtej vetes."
E kundërshton ajo, duke e vështruar me një shikim të ngërthyer. Por Egli nuk e ndalon dot rrjedhën e fjalëve të tij. Ai e ndjen që tashmë është momenti për të nxjerrë gjithçka që ka mbajtur brenda. Po, mund të thoni çfarë të doni, Rozana, por unë e di që kur nuk ke qenë sinqerte. Më ke tradhtuar shpesh me veprimet e tua dhe asnjëherë nuk ke qenë aty për të më ndihmuar, as kur kisha nevojë për dikë që të qëndronte pranë me të vërtetë. Thot Egli, duke e shtrirë duar përpara, si për të treguar se është gati të përballet me gjithçka që ka ndodhur ndërkohë. Rozana fillon të nervozohet, por tani e kupton që nuk ka mundësi tjetër përveç se të mbrojë veten. Ajo bën një hap prapa dhe përpiqet të qetësohet për disa sekonda, përpara se të reagojë. Përse duhet të qëndroj pranë ty kur gjithmonë më ke shfrytëzuar dhe ke bërë gjithçka vetëm për interesat e tua? Nuk më ke dhënë asnjë mundësi të jem aty për ty, sepse ti gjithmonë ke pasur një tjetër plan. Kjo është realiteti dhe ti thjesht nuk e kupton. Kjo fjalë shkakton një heshtje të shkurtër, ndërsa të dy janë të mbërthyer në një betejë fjalësh. Egli e sheh Rozanën me sytë e tij të mbushur me shgënjim, ndërsa ajo e ndjen zemrën e saj të dridhet nga tensioni. Po, ndoshta kam bërë gabime, por kjo nuk do të thotë se mund të më akuzosh pa të drejtë. Këtu jemi në një shtëpi dhe të gjithë bëjmë gabime, por nuk është asnjëherë vonë për të bërë diçka ndryshe. Thot Rozana, duke përpiqur të shtrëngojë një buzëqeshje të vogël për të mos lënë përshtypjen që gjithçka ka marrë fund. Megjithatë, Egli është I vendosur dhe shprehjet e tij nuk janë më të buta. Ai e di se ndjenja e tij është e vërtetë dhe ka ardhur koha të thotë gjithçka që e ka mbajtur për kaq gjallë. Nuk është vetëm për të kaluar një moment, Rozana. Ky është një përfundim për mua. Nuk dua të jem më pjesë e kësaj. Pas kësaj, ai largohet duke e lënë Rozanën të mbetur dhe të menduar. Konflikti mes tyre ka marrë një drejtim të papritura dhe tashmë të dy janë të ndarë më shumë se kurrë. Gjesti dhe Egli në një debat të ashpër, akuzat për ndryshim sjelljeje shkaktojnë tension mes tyre. Gjesti dhe Egli përplasen sërish në një debat të fortë, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Teksa janë ulur në obor bashkë me disa banor të tjerë, Gjesti nuk nguron ta thumbojë Eglin për sjelljen e saj, duke e akuzuar se ka ndryshuar shumë që kur doli nga Big Brother dhe u rikthye përsëri në shtëpi. Egli, si e më e njëjta që ishe më parë. Më duket sikur e ke marrë shumë seriozisht këtë lojën dhe tani po përpiqesh të dukesh ndryshe, më e fortë, më e ashpër. Por nuk je e tillë në të vërtetë, thot Gjesti me ton ironik, ndërsa e vështron me një buzëqeshje të lehtë. Egli, e cila nuk I duron dot thumbimet e tij, I kthehet menjëherë me nervozizëm. Ti kush je që të flasësh për mua? Unë s'kam ndryshuar fare, thjesht kam hapur sytë dhe po shoh se kush janë njerëzit e vërtet këtu brenda. Dhe një prej tyre je ti, Gjesti. Ti nuk më pëlqen sepse tani nuk të lejoj të më përdorësh si dikur. Banorët fillojnë ta ndjekin me interes debatin, ndërsa situata bëhet edhe më e nxehtë. E pra, Egli, të paktën dikur ishe më e sinqertë. Tani po sillet sikur je dikush tjetër, sikur ke dalë nga këtu dhe je kthyer me një strategji të re, vazhdon Gjesti, duke tundur kokën. Dikur kishe tjetër qasje, ishe më e afrueshme, më e qeshur. Tani vetëm debaton dhe bën sikur je kundër të gjithëve. Egli ngre vetullat, e inatosur me ato që dëg. Egli dhe Gjesti në një debat të ashpër, ajo I jep fund gjithçkaj mes tyre. Tensionet mes Egli dhe Gjestit arrin kulmin gjatë një bisede në obor, ku Egli, e lodhur nga sjellja e tij, vendos ta përballojë dhe t'i bëjë të qartë se mes tyre nuk ka më asgjë. Teksa qëndrojnë përballë njëri tjetrit, ajo nuk nguron t'i thotë troç atë që mendon. Gjesti, dua ta dish një gjë një herë e mirë. Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty, as në lojë, as jashtë. Nuk kam më ndjenja për ty dhe nuk të lejoj të më përdorësh përsëri si më parë. Thot Egli me një ton të prerë, ndërsa e vështron me sy të ftohtë. Gjesti buzëqesh lehtë, duke u munduar të mos tregojë asnjë emocion, por duket qartë se fjalët e saj nuk I pëlqejnë as pak. Egli, për çfarë po flet? Kush po të përdor? Ti vet ishe ajo që më afroheshe gjithkohës. E tani, papritur, del me këtë version sikur unë të kam përdorur? Më fal, por kjo s'ka asnjë kuptim. Përgjigjet ai, duke e parë me dyshim.
Egli tund kokën, e vendosur në atë që sapo tha. Jo, gjesti. Unë kam reflektuar dhe e kam kuptuar se ti je thjesht një lojtar që kërkon vëmendje. Ti nuk je i sinqert me askën, përfshirë dhe mua. Dikur mund të kem ndjerë diçka për ty, por tani e shoh qartë që nuk ja vlen. Nuk do të lejoj më të më manipulosh apo të më futesh në lojrat e tua. Banorët e tjerë i shohin me kureshtje, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë më e tensionuar. A e di çfarë mendoj unë, Egli? Ti thjesht je e lënduar sepse e kupton që unë nuk jam ai që kishe menduar. Dhe tani po përpiqesh të më bësh të dukem si i keqi. Por nuk funksionon kështu. I thot gjesti, duke buzëqeshur me ironi. Egli merr frym thellë dhe i afrohet edhe më shumë. Jo, gjesti. Nuk jam unë ajo që ndihet e lënduar. Ti je ai që e di shumë mirë se nuk ke më ndikim mbi mua. Prandaj të lutem, mos më afro më dhe mos më përfshi në lojën tënde. Pas këtyre fjalëve, Egli largohet duke e lënë gjestin të menduar, ndërsa banorët e tjerë nisin të komentojnë situatën. A është ky fundi përfundimtar mes tyre, apo gjesti do të tentojë sërish të afrojë Eglin në lojën e tij? Gjesti, duke u ndjerë i qetë dhe pa ndonjë shqetësim, shkon afër Danjës dhe nis të bisedojë me të. Pavarësisht se Danja është duke u përpjekur të ruajë qetësinë, ai fillon të flirtojë me të. Me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim të ngacmueshëm, gjesti i thot: "Sa e bukur je, Danja. Nuk mund ta besoj se sa tërheqëse je, dhe kjo nuk është thjesht për pamjen tënde, por për mënyrën se si ndihesh gjithmonë e sigurt në vetvete." Danja, e befasuar nga ky kompliment, tenton të mbajë një qëndrim të ftohtë, por gjesti e vazhdon talljen, duke i shtuar më shumë fjalë që tingëllojnë si një lojë flirtuese. Po, sigurisht që të pëlqen kjo, por po të thoja që ke një energji të veçantë. Çdo djalë këtu do të ishte i lumtur të ishte afër teje. Në fakt, unë mendoj se mund të bëj shumë të lumtur, vetëm imagjino çfarë mund të bëjmë bashkë. Danja, duke u ndier pak e papërshtatshme për mënyrën se si gjesti e po e ngacmon, përpiqet të mos i japë shumë rëndësi, por ai vazhdon me të qeshura dhe fjalë që ngacmojnë ndjenjat e saj. Po, ndoshta ka ndonjë djalë këtu që do të ishte i lumtur të ishte me dikë kaq të bukur si ti, por mendoj se je më shumë se thjesht një fytyrë e bukur. Ke atë diçka që të bën të shkëlqesh në çdo hap që hedh. Fjalët e tij janë gjithmonë të ngacmuara dhe qëllimi i tij është për të bërë që Danja të reagojë, pavarësisht se ajo përpiqet të ruajë një qëndrim të qetë dhe të mos lërë të duket se është prekur nga fjalët e tij. Ajo e kupton që ai është duke bërë një shaka dhe kërkon të ruajë kontrollin mbi situatën, por gjesti vazhdon të flirtojë me të, duke u munduar të tërheqë sa më shumë vëmendje dhe të bëjë që ajo të mendojë më shumë për të.